Imazhet satellitore kanë zbuluar se si Moska po e rrit praninë e saj ushtarake në kufirin finlandez në një kohë të frikshme të fotografive të bëra nga bazat ruse. Moska po ndërton akomodime për trupat, infrastrukturë për vendosjen e aeroplanëve dhe po rinovon objektet e vjetra në bazat kryesore ushtarake. Kanë thënë analistët në një shenjë se po kërkon të përforcojë aftësinë e saj në rajonin kufitar. Fotografitë, të cilat u morën nga transmetuesi suedez SVT nga Planet Labs, sugjerojnë se ka pasur aktivitet në 4 vende brenda Rusisë: Kamenka, Petrozavodsk, Sovermorsk dhe Olenia, transmeton Telegrafi. Në Kamenka, e cila është rreth 35 milje larg kufirit finlandez dhe më parë ishte pa zhvilluar, thuhet se janë ngritur më shumë se 130 tenda ushtarake të afta për të strehuar rreth 2000 trupa që nga shkurti. Zyrtarët e Kremlinit ju të përgjigjen pranimit të fundit të Finlandës dhe Suedisë në NATO në atë kohë, me një kërcënim të paqartë për masa reagimi ushtarak teknike. Kur aplikuan për antarësim në NATO, Rusia tha se du të ndërmerrte hapa të tilla. Tani po e shohim këtë të ndodh, tha shefi i mbrojtjes të Suedisë, Michael Claesson. Në nëntor 2021, zyrtarët amerikanë shprehin shqetësimin në lidhje me imazhet satellitore që tregonin trupat ruse duke u grumbulluar në kufirin me Ukrainën, një pretendim që Kremlini e hodhi poshtë si të pabazuar. Më pak se 4 muaj më vonë, Putini nisi luftën e tij në shkallë të plotë kundër Ukrainës. Moska e ka akuzuar NATO-n se po vepron si një agresor dhe jo si një aleancë mbrojtëse dhe është e zotuar vazhdimisht të mbrohet me çdo mjet, duke përdorur bllokimin e GPS-it dhe metodave të tjera. Antarësimi i Finlandës në NATO më 4 prill 2023, i cili e zgjati kufirin e aleancës me Rusinë mbi 800 milje, provokoi zemërim në Moskë me miqtë e Putinit që po lajmëruan se përdorimi i armëve bërthamore nuk do të përjashtojë nga tavolina nëse do të lindte konflikti. Me sa duket në përgjigje të zgjerimit të NATO-s, Moska tani duket se është e përgatitur për luftë, duke e urdhëruar zhvillimin e shpejtë të objektivave në kufirin e saj veriperëndimor. Kjo është një shenjë e arritjes së aktivitetit, tha për SVT analisti ushtarak finlandez Emil Castellemi, i cili po ndjek zhvillimet. Nga Petrozavodsk, rreth 100 milje larg kufirit finlandez, janë ndërtuar 3 depo të mëdha, të cilat ekspertët sugjerojnë se janë salla magazinimi për automjetet e blinduara.